Në kuvendin zgjedhor të shoqatës së muhaxherëve të Anamorovës, në të cilin kanë marrë pjesë një numër i konsiderueshëm pjesëmarrësish intelektual profilesh të ndryshme, fjalën hyrëse e ka mbajtur profesor Ismet Azizi, i cili në emër të këshillit iniciues është fokusuar tek qëllimi i shoqatës pas themelimit, synim parësori së cilës ka thënë se do të jetë themelimi i unionit të shoqatave, të cilat do të merren me denoncimin e krimeve të bëra ndaj popullatës shqiptare në treva e tyre etnike në Prokuplje, Sanxhak e Topliç. Azizi më pas ka thënë se dëshmit më të rëndësishme në lidhje me dëbimin e shqiptarëve nga këto vendbanime janë të ruajtura nëpër arkivat e Stambollit dhe Beogradit, trajtimi dhe hulumtimi të cilave sipas tij duhet të humbetet si detyrë studiuesve të mirëfillt të gjeneratave të reja. I vu themelet e një organizate për të cilën të gjithë kemi emocione, sepse shumica prej nesh jemi të lidhur me këtë emër, pra sot jemi këtu me formu shoqatën e muhaxherëve të Anamorovës. Shpërngulja e dhunshme më shumë se 640 vendbanimeve e fshatrave shqiptare nga Toplica, Prokuplja e Nishi gjatë viteve 1877-1878, periudhë kjo e trajtuar edhe nga studiuesi i mirënjohur Dr. Sabituka, ka qenë temë diskutimi edhe e referuesit të sotëm arkeologut Dr. Faik Sahiti. Shoqatat natyrisht nuk mund bëjnë mrekullie, por mund ngrisin çështje që duhet kënë zgjidhje. Kanë nevojë për zgjidhje. Prandaj këtë zgjidhje ne nuk po e shohim në aspektin e organeve vendosëse politike. Prandaj ne do të mundohemi bashkërisht me juve ta ngrisim zërin, që të trokasim në ndërgjegjjen e atyre që i kanë krenat e pushtetit duar. Dhe mos vazhdojmë të falim territoret tuajve, sepse mjaft jemi të kurrë. Gati se në çdo ngjarje të madhe që ka ndodhur, mjerisht ndrojet shqiptare kanë vazhduar të kurrën. Askush nuk e ngriti zërin për dëbimin e atyre njerëzve që vërtet në post gazetarëve dhe njerëzve të rastishëm që kaluan andaj pare dhe banë viktimat rrugës. Kuvendin e sotëm të shoqatës së muhaxherëve të Anamorovës, selia e së cilës do të jetë në Gjilan, e ka përshëndetur edhe profesor Recep Abazi nga Medvexha. Neve, të cilët Allahu na ka përcaktuar që të jemi në këtë kohë, na takon të bëjmë atë që është aktuale për këtë kohë. Unë mendoj se aktuale ka qenë edhe më përpara, por kohë për ta shtyrë pa themeluar këtë asociacion nuk ka më. Prandaj unë mbështes për atë edhe kam ardhur nga Medvexha. Për kitazi me nevojën e themelimit të kësaj shoqate ka folur Fadil Kajtazi, i cili ka treguar prejardhjen e tij nga mehana e Prokuplës, ndërsa ka theksuar se posedon dokumente e dëshmi që pasqyrojnë sakt dëbimin e shqiptarëve nga vendbanimet e tyre etnike. Në fund janë zgjedhur edhe anëtarët të kuvendit të shoqatës si dhe kryetari i saj. Me shumicë votash kryetar është zgjedhur Gazmend Arifi, magjistër i historisë, i cili ka mbajtur edhe një fjalë rasti, me që rast është zotuar për përkushtimin e tij në udhëheqjen e kësaj shoqate, duke nënvizuar faktin se muhaxherët e Anamorovës tashmë janë pjesë jona, por e rëndësishme sipas tij do të ishte të mësojmë prejardhjen e tyre. Arifi në fund ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë atyre që mund të dëshmojnë dokumente autentike për kitazi me dëbimin e shqiptarëve nga Toplica, Prokuplja e Nishi, si dhe vendbanimeve tjera autoktone të shqiptarëve.